kërë se një avokat ose një doktor, edhe automatikisht prodhohen lajme më shumë për këto personazhe. Po, edhe po mendoj që është realiteti I hidhur, më me thonë është që disa gjëra shumë qesharake po bëhen viral edhe po hup edhe kuptimi I seriozitetit një lajmit. Po edhe gazetarët pak ka njëherë shpifin për një person publik, mu më ka ndodhë vetë, lajme qesin që veç pësa është viral qaj person, pa mërë parasysh a mirët me TikTok ose me ndonjë televizion. Për çfarë rasti Ina e ke fjallën konkret? Nuk po du me përmend me rast, se është për shemë kanë shpif gazetat për mu për një lajmë që ka nuk është. Qka ka qenë lajmi se tash na punë kuriozina? Po ka shumë lajme tash po. Jo prej tëne. Njona është bo për shemull viral shumë në TikTok, e kanë kopju një vajzë tjetër që e ka bo një problem edhe krejt Ina, krejt Index Online, ju thëjsh asja më nësë besajshin edhe nuk u mërshin me rast. Ose tjetra, veç pse I ka thonë një gazetar tjetër shkruje që t'lajmë për Inën, problem me shtet ose diçka që ka s'ka të bëj me muheq, e kanë bo. Shtu që edhe gazetarët pak, adin nuk duhet me shpif lajme, veç pse është viral një person. Ndjekim një kronik të cilën e ka pregadit gazetarja jon Erza Anila e kthehemi e elaborojmë përsëri temën. Në kohën e rrjeteve sociale, ku firi mes famës reale dhe famës së shpejt po bëhet gjithnjë më I paqartë, edhe në Kosovë, VIP kultura është shndruar në një fenomen që ngjall debat. A kemi vërtet personalitete me ndikim afatgjat, apo thjesht figura që bëhen të njohura për pak ditë virala? Në të kaluarën, titulli VIP lidhej kryesisht me artist, aktor, këngëtar apo figura publike që kishin kontribut të qëndrueshëm në kulturë, media apo shoqëri. Sot shpesh mjafton një video virale, një deklarat kontraverse apo një moment I shpërndar me shpejtësi në TikTok e Instagram për të krijuar yllin e momentit. Në Kosovë, kjo dukuri është edhe më e theksuar për shkak të tregut të vogël mediatik dhe ndikimit të madh të rrjeteve sociale. Disa figura arrin të ndërtojnë karrierë të qëndrueshme dhe ndikim real, por të tjerë shfaqen dhe zhduken, po aq shpejt sa dhe trendet online. Kjo ngre pyetjen thelbësore, çfarë bën sot dikë VIP? A është fama e mjaftueshme apo duhet edhe përmbajtje, ndikim dhe jetëgjatësi? E sot do flasim për një produkt revolucionar, çaj Ratmana, prodhim nga Zvicra 100% natyral dhe klinikisht të testuar. Përshpejtojnë metabolizmin, pastrojnë toksinat nga trupi, largojnë urinë e tepër dhe fryrjen e barkut, pas një efekt ansor. Përdoren nga të dyja gjinit, femra dhe meshkuj. Të sigurta gjithashtu edhe për gratë gjithënse. Me çaj Ratmana humbisni 5 deri në 7 kg në një mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Rezultatet janë të garantuara. Filloni sot dhe ndjeni ndryshimin. E tani do të vazhdojmë dhe një pyetje për të cilën po du me I drejtu për të gjithë, kush është VIP për ju sot? Hajde të Isha duke e menduj, ndikum edhe prej kronikës së Erzës, kush është VIP sot, ose çka e bën njëri VIP sot. Jo domosdoshmërisht, një person duhet me qenë VIP 100 vjetë krejt jetën e ti, mundet me qenë edhe VIP, një person shumë I rëndësishëm brenda dite, sepse ka bërë, për shembull, një akt heroik, ka shpëtu, është bërë lajm dite për një vepër ose një akt të tip pozitiv, ose dikush pastaj që vjen nga rrjetet sociale, sepse ka ndryshu trendi, nuk janë më domosdoshmërisht vetëm VIP skena politike, njerëzit e elitës muzikore të ngjashme. Kemi VIP të cilët vinë edhe nga bota virtuale, nuk e dia kemi pastaj VIP të tillë shembuj shumë pozitiv që e vlen të ndiqen dhe të plotësohen me kaq shumë hapësirë edhe në media edhe tjera, por edhe këta I konsideroj VIP dhe persona shumë të rëndësishëm të cilët sot madje I diktojnë shumë shpesh shijet, logjikën dhe perceptimet e njerëzve. Tash e kemi pa që kohëve të fundit po del shpesh edhe në për studio televizive, apo të njohin njerëz më tepër në rrugë dhe që po të bën mundje ky fakt. Apo e konsideron vetëm VIP? VIP të fitnessit. Okej, unë kështu, që 25 video me fitness edhe normal,
kjo ona e media ka bo më të butë në atë aspektin më të pranueshëm publik edhe kjo konë qëllimi jam, për shkak që na jena mes pesha, forcës, tatuazhave dhe gjithmonë e kena pas një përshtypje ndryshe, për shembull një build-up, një garus. E tu gjithmonë tu mos me ditë sa shumë bëmi sakrificë në profesionin tonë. E kjo më ka bo mirë për shkak që e kum kallzu edhe onën e butë, i kum kallzu sfidat, i kum kallzu mangësit. Do me thonën, unë menoj që VIP je kur je të real. Nëse je realist. E qëta shë bot kret VIP. Me pyt këto në studio. Kretë Nina vetëm Jo, VIP. se cili këto në studio që vjen thot jem real. Me qenë Unë menoj që jeshtë edhe let me qenë realiteti person i rëndësishëm veç pse je real tash. Jo, o qëre, edhe pamja për shembull edhe shfaqet publik, nuk bojnë VIP, unë të tregova. Publik jashtë edhe njerëz të jashtë të pritën për shembull të mirë kena nevojë shumë. Çdo njeri që është profesion të vetin, kena shumë për shembull. Flamur, edhe kur ti je i njohur domosdoshmërisht, je edhe i rëndësishëm. Po unë e kisha kap edhe një aspekt tjetër shumë shkurt. Tash mu kujtu ti s'mu përgjigje mu më pyetje. Kusho VIP për ty? Me emër mbi emër, në general. Kush është për ty VIP? Tash kemi VIP të fushës politikës që janë ata atje në kryt vendit. Po, edhe unë kisha pas qaj me konsideru kush është për shembull. Nuk e ziton asë janë të jetë emra. Po, janë persona shumë të rëndësishëm ata të cilët të diktojnë drejt për drejt. Edhe unë është Albin Kurti për shembull. Edhe unë jam këto që thon. Të gjithë njerëz të cilët janë poshti. Çfarë më pëlqen me thonë një emër? Jo, do shta me thonë edhe këto, që në Kosovë, për shembull, jeta e natës është shumë aktive. Në shumë vendet Kosovës, ki një jetë mjaft gjallëruse të natës, dhe a di që ki edhe VIP të cilët kur nuk dalin në televizion, po janë aktiv në jetën e natës, janë gjithmonë ata klobe, VIP-t e jetës natës. Sidomos në Prishtinë kemi shumë theksume. Kemi shumë persona të cilët janë VIP-t jetës natës, që kur as nuk dalin në televizion, as nuk kanë ndonjë karrierë të konsolidume, po kanë kontakte, kanë rreth, kanë njerëz, edhe zotën unë nina qaqi vogël para tyne, kur jo me naj klab, se ata jonë yje që shkëlqejnë, që ka loj-loj. E vërtet. Një pjesë të cilën s'po besoj që e kemi ndëgju dikë në ekran ta thot, por është e vërtet. Flamur e përfundove, po më duket. Po du me kalu të Alketa, më trego pak për videot e tua virale me vjerën diçka, vjera vështirë, cili është realiteti në fakt. Unë e litë kësha thonë, shtu seriale që po bohan tash në Kosovë, janë të i prejkë pak familje shqiptare me temat që i kanë. Për shembull, seriale që unë e ku murë pak atë hovën, pak suksesin me aktrem, se nuk ka shumë ku që mirëna me aktrem, janë tash një vetë, edhe nuk me thonë vetës VIP, kërën e kom punu vesh një vetë në këtë drejtem, se duhet shumë punë. Janë pak temat cilat i prejku në familjet, edhe me një herët të një janë ato video që i prejni, që isin TikTok, edhe që ato pëqujnë viral të ne. Edhe janë seriale që mendoj që për një men Kosovë ka pas nevojë. Virale të qenë pjesë e një seriale, apo të qenë pjesë e një rjeti social? Mu për vetim ka qenë ma mirë që jem konë pjesë e serialet, se nuk jem konë shumë këtë botën mediatike heqë, thujse. Vesh viral të ka bo? Virale më kanë bo serialet. Me qatë sa janë viral, po në viralitetin edhe rjetët sociale i shfridzoj vish për promovimin e punës teme. Po staj në i video që kam me seriale. Dhe ti me punën tonë të ki qef mu bo viral, punan për qatë punë, me u bo viral, dhe me thonë. Nuk kom nis aktrimin për viral, e kom nis se kom pas qef, edhe më ka ndesh publiku edhe e kom shfridzu të një këto, e kom shfridzu për reklamën e biznesit tem, për... Po ky viralitet ka jop shumë mundësi me unë një. Gjithë, shto nuk e më hajë. Ton ditën serial, e nëse më posh virale... A më ndodhë që nashtë i aktor shumë i mirë, po nuk t'japet roli adekuat që ti me shku viral. Po vetëm, Alketa te ki përfundu për gazetaria, po jo si përfundove në aktrem? Prej vëzhlije, kështu jam kam pjesë e teatrit në Pejës Rev Begulli, so në veç edhe jam e Pejës, edhe o metë si nostalgji kjo puna e aktrimet. Edhe shkun shumë vjetë u kry fakulteti e krejtë dhe nuk e gjeta vetën kërkon. Mas ju martova, mas ju bona non, krejt i kryva do pun tjera tjetës, krejt vun hina në aktrem shumë spontanesht, edhe nuk e kom prit që vi deri këtë. Po falimderit publikut për përkrojen që ma ka njepe dhe mundona me mojtash këtë pjesën ku jam me pas një farë ekuilibre,
edhe mos me ra, se normal është edhe pak pjesë e ndishme. Raportet me Vjerën si janë raportet në të vërtetë? Shumë mirë, kalojmë shumë mirë. A e njëjta si në seriale, apo janë skema? Jo, me Bahrin, që është aktore që në serial, na kalojmë shumë mirë. Jemi gjithkohë në kontakt, dalim pim kafe, kemi raporte shumë mira, nërë që shohin njerëzit në ekran. Për Vjerën reale që e kam qëta, ajo është shumë e mirë, i përshëndes shumë edhe Vjerën, ata ju në dukat. Nuk zonë me kalcu se, din që e nina, jo. Jo, ta më puna. Në moment me Vjerën reale që mendon që ti shdojnë në rrjetet sociale ose në televizion i shbo viral? Nuk e di, kështu familjen e burrit e kam shumë antisociale, nuk janë, po prapë se prapë ata mund përkrahin për pjesën që unë e kam. Po një herë hatja mamën mos e ngocni së të ne. Quhet ma bën hajde të bëjmë nej video për TikTok. Po kështuat shumë ky viraliteti edhe njerës që vinë prej botës online e i bohen viral, diqysh po kritikohen me pa tjetër, edhe vetë VIP-t e vërtet, duke nisur nga Edi Rama, ka një tendencë të jashtëzakonshme me shku viral. Vetë fakti që ata janë në platforma online shumë aktiv, duke nisur nga TikTok e gjitha platforma tjera dhe tentojnë me deklaratat të ndryshme që shkojnë viral, tregon që bota online shumë për para, ta afron me njerëzit edhe ta jep ato që ti e dëshiron e që është risku i madh. Qoftë në politikë, muzikë e tjerë. Ti pas josh, a mendojni që ka në rrjetet sociale personat të cilët japin shembuj të mirë dhe janë bërë të famshëm? Edhe kush është sipas teje, Ina? Për momentin tash? Po tash ka shumë. Po mi me cek na i kanë që se ka edhe të mirë edhe të këqim, varet që she kanë shfaq vetën ata, edhe që she kanë dasht publik. Po edhe nëse do me shfaq pozitivisht vetën rrjetet sociale, prap jenë tendencë për me u bo viral. Edhe unë nisa me do thonje, jo që do isha me shit fërtman, po të isha më së bona viral. Po prap se prap unë e kom vrejt që si në emisione, si në TikTok, ku do që shkën ti ta imponan vetë, me kom pak me dal jashtë vetës. është një fargare. Vetë duhet t'imponohet që ashtu. Automatikisht për me nëzit audiencen, ju edhe ndonjëherë dilni jashtë vetës. Po dalim jashtë vetës, ka njëherë se ta imponan vetë. A bon kompromise që me qenë më virale? Ka njëherë. A mendon që gjatë kësaj rrugën do shta diku ki gabu? Që ki bo diqka për shkak që ki dasht famë të shpejt, po tash je pishman? Po, ka raste që edhe kom thonë që ta së dasht me bua, edhe që së më pëlqen tash. Po, qatë moment ty do këtë mirë, apo kuptan? Po cilë është gjeja më i shmendur që ki bu? Kur kam qenë së në TikTok nuk është që bëj shumë diqka, rri pak ma e qetë, jam ma ndryshe. Po, televizioni ku kam marrë pjesë në fillim, jam konë pak ma shumë skandaloze, nuk është dasht me konë sa jam konë, po jam konë imponimet e vetë që ashtu edhe u konë hera parë për mu edhe kom menu që kur më kanë thonë bënja se shkon ma shumë viral, kom thonë hajtë pe baja, po kuptanë, s'kom menu ma gjatë. Kemë shumë dash për me një voice, mërëna reality show të unë jem konë shumë tregova edhe i bi shumë pishman që tash kur e shot qatë s'ke. A e dënon sot dhunën, ose që ato që e ki bua, a je pishman për që ato? Normal që jam, po ajo konë e imponume edhe prej televizionit, me bo skandal, për me kupju një televizion tjetër që u konë atë ko përputhen, që e kam bo djemt atje, këtu kishe me bo vajzat. Qështu o konë skena? Kjo vajzat që ka qenë e dunumja, a e ka di që është skem? Kjo vajzat që ka qenë viktima në këtë rast. Që ka qenë viktima në këtë rast? E ka ditë edhe ajo, sa ajo konë iniciatorja, edhe kur më kam po mu që im kom pak ma temperamente që jo ma viral për i krejtve aty në emision, ata e kanë... E a ke po shirin që ati rasti? Për viral, nuk ja kom po shirin, po kështu njetë private po. Se tani më kanë morë njerës që jam agresive, jam... Ina, që për mesajit do t'ju jep jesot të rinjve që ndoshta pëfutën drejt botës e televizionit edhe atyre të cilët ndoshta me një farë njërë janë në gjendje të bëjnë kompromis vetëm për shkak të famës? Unë s'kisha thonë që me bo gjithë shka që shion të bo për famë, se nuk ja vlen, se te ke fundit bosh viral, po tani ma vonë, po këshyr me ndreq imazhin tanë, edhe po këshyr me konë qaj person